Kush është stresi më i madh, ankthi më i madh sot në jetën tonë? Jetesa. Të kemi një jetesë sa më të mirë, të kemi një pasuri, të kemi shumë gjëra që ne duam t'i bëjmë. Atëherë, Allahu i madhëruar me urtësinë e tij na jep. Por problemi është, a e kemi kuptuar ne se Allahu na e ka dhënë apo jo? Sepse jo domosdoshmërisht është mirësia e Allahut të jetë pasuri. Pra, pasuri materiale. Ajo mund të jetë pasuri shëndetësore, mund të jetë pasuri shpirtërore e cila të jep një qetësi në shpirtin tënd dhe ti je i qetë. Është një pasuri familjare ku nuk ke probleme në familje. Shpeshherë ne dëgjojmë, na vinë njerëz si neve, juve dhe pothuaj të gjithë hoxhallarëve ju ka ndodhur që ju vinë njerëz dhe thonë kemi probleme në familje. Ne kemi pasuri, kemi të gjitha, por kemi probleme. Kush janë problemet? Po ti marrësh, janë problemet e cilat nuk çojnë as pluhur. Por ankthi është i atill që njeriu e çon drejt dëshpërimit. E nëse shkon drejt dëshpërimit dhe Allahu i madhëruar i ka dhënë një urtësi besimtarit. Thon dietarët, nëse njeriu fillon të besojë vetvetes se mund ta zgjidh unë problemin, Allahu i madhëruar për t'i dhënë për ta kuptuar se sa i dobët është njeriu, e lë vetëm. Dhe thot, me që ti beson vetes, atëherë zgjidhe problemin. Por në momentin kur besimtari thot, o Allah, mos më lë vetëm. Mos më lë ballë për ballë me nefsin tim, sepse unë jam shumë i dobët për ballë ti, atëherë Allahu i madhëruar thot, robi im mbështet tek unë. Dhe unë atë nuk mund ta lë në rrugë.